Tani po. Atëherë më falni sepse për efekt të regjistrimit, që unë kisha harruar ta shtyp, do t'ja bëj dhe një përsëritje të kësaj, të blerjeve. Pra, do kalojmë në modulin blerje dhe shitje. Fillojmë me modulin blerje sepse pa bërë blerje mallrash nuk mund të kemi aktivitet në kompani dhe më pas do të fillojmë me shitjet. Blerjet ndahen në pika 1, blerje në monedhë në lek dhe në monedhë të huaj, blerje pika 2 ndahen në blerje brenda vendit dhe jashtë vendit, ku dihet që blerjet brenda vendit janë për furnitor vendas dhe jashtë vendit bëjmë blerje importi nga furnitor të huaj. Kemi dhe blerje mallrash, pra e tham mallra dhe shërbim, kemi mallra dhe shërbime. Pra blerjet në lek, blerje në monedhë të huaj. Kemi brenda vendit, jashtë vendit, si dhe mallra dhe shërbime. Pra ne mund blejmë mallra, po blejmë dhe shërbime. Shërbimet bëjmë pjesë regjistrimi i shpenzimeve të ujit, energjisë elektrike, shërbime postare, shërbime transporti dhe çfarë do lloji shërbimi tjetër që ne blejmë. Dhe dy specifikat e tjera tek blerjet janë zbritja nga blerjet dhe kthimi i blerjes. Zbritja çfarë do thotë? Nëse një faturë ka kushtuar 1 milion lek dhe ai ta ka sjell me 800.000 lek, ti do të bësh zbritje. Aplikimin e zbritjes. Por zakonisht kjo zbritje aplikohet tek shitja më shumë. Pra kur ti i shet klientit dhe i bën zbritje. Dhe të gjitha këto lloje veprimesh nuk mund të bëhen pa çelur furnitor. Dhe pika e parë që do të bëjmë është çelja e furnitorit. Që do të thotë, si çdo veprim tjetër në financa 5, furnitori çelet një herë në planin kontabël dhe pastaj në modulin blerje për furnitorin, sikurse do ta shikojmë në modulin shitje për klientin. Dhe shkojmë, dihet që llogaria për llogaria për klient furnitor është klasa 4, ku 40 është llogaria print për furnitorin dhe 41 është llogaria print për klientin. Shkojmë tek libri i madh. Libri i madh, plan kontabël, klasa 4, shtypim plusin dhe ja ku jemi 401 furnitor. Këtu janë celur disa furnitor. Unë do t'i fshi këto, japim fshirje. Pra një furnitorin sikurse dhe e çel. Këto po i fshi sepse dua që të punojmë me furnitorët tanë. Që një furnitorit japësh fshirje, klikon këtu. Atëherë kjo thotë referon, do t'jetë bërë ndonjë blerje të kjo. Pra Hasa SHPK dhe Dej Flor janë dy furnitorë për cilat janë bërë veprime. Shkojmë dhe shikojmë tek blerje fatura. Nuk ka. Shkojmë tek libri i madh, plan kontabël. Shkojmë tek 4001 është çelur ky Hasa dhe 40. Unë do vazhdoj me 40. Unë do vazhdoj me 401 001, nëse kjo është me 01, unë do vazhdoj me 001. Dhe shkojmë japim gjithmonë. Klikojmë me blu tek 40, japim shtim. 40, pra 401 001, kemi furnitorin Agimi SHPK, po themi kod. Çfarë bëjmë tu? Shkojmë tek klasa, do shkojmë tek të tretët, sepse klienti furnitor janë të tretët. Klikojmë tek të tretët, kemi grupin këtu, që kemi furnitor. Pra, te grupi do të çekosh furnitor. Dhe mos harroni analizë, titull, regjistrim. Kaq është veprimi që bëhet për regjistrimin e furnitorit. Bëjmë dhe hapin e dytë, pra një herë furnitori çelet në planin kontabël dhe pastaj në blerje, furnitor, dhe këtu japim shtim. Emërtimi ishte Agimi SHPK. Kodi AG. Adresa mund ta plotësoni
durrës. Për çfarë janë të nevojshme regjistrimet apo plotësimet e këtyre fushave, sepse kur ne bëjmë faturën dhe zgjidhim furnitorin, këto fusha na dalin të plotësuara, nëse ne I kemi plotësuar që në çelje të furnitorit. Vendosim dhe NIPT-in kë 251 478 02A, po themi kod, numër telefoni 069 dhe shkojmë në llogarinë shkojmë këtu, llogaria në LM. Llogaria në LM është llogaria në librin e madh, pra në planin kontabël. Klikojmë 2 herë dhe shkojmë tek agimi SHPK. I japim regjistrim. Kur duam të bëjmë faturën, shkojmë tek blerje, fatura, shtim, klikojmë double click dhe del agimi SHPK. Përpara se të bëjmë faturat, bëjmë dhe 2 furnitorë të tjerë që ju të fiksoni dhe pastaj fillojmë me regjistrimin e faturave. Edhe njerë, libër I madh, plan kontabël, rënja, klasa 4, shkojmë prapë tek plusi, 2 zeta, shtim. 401.002. Një emër tjetër furnitori, po marrë një dyqan këtu, po themi big market, ose një pik shumice, shumica X po themi, se s'po m'vjen një emër ndërmend. Këtu e lëm të tretët, këtu e lëm furnitor, analizë, titull. Gjithmonë mos harroni pa çekuar analizë titull, sepse nuk ta merr analizë titull dhe japim regjistrim. Shkojmë tek blerje, furnitor, dhe këtu shikon, japim shtim, shumica X. Këtu vendosim kodin SHM, pak rëndësi ka, adresa Shkodër, po themi. Gjithmonë këtu double click, dhe ku doli shumica X. I japim regjistrim. Shkojmë, hapim dhe një furnitor të huaj që ta kemi për faturat e importit. Libër I madh, plan kontabël, 420, shtim 401, 003, themi atëherë le të gjejmë një emër kompanie të huaj. Okej, një furnitor që më kujtohet mua që është I jashtëm, është Majla Sport Club. Majla Sport Club është një furnitor në Maqedoni që merret me tregtimin e hidrosanitarëve. Edhe këtu japim të tretë gjithmonë, furnitor, analizë, titull, regjistrim. Blerje, furnitor, shtim, Majla Sport Club, kodi MS, adresa Maqedoni. Këtu vendosim NIPT-in, J 851 475 02F, telefon, numrin e telefonit të tyre, double click këtu, Majla Sport Club dhe japim regjistrim. Me kaq mbaruan pjesën e furnitorëve. Gjithmonë dhe njëherë furnitori, njëherë do të çelet në planin kontabël dhe pastaj në modulin blerje furnitor. Dhe tani jemi gati që të fillojmë me regjistrimin e faturave sipas specifikave të tyre. Fillimisht do të bëjmë një regjistrim fature. Përpara se të bëjmë regjistrimin e faturave, do të shikojmë njëherë çfarë artikuj kemi në inventar. Çelja artikuj, sepse pa pasur artikuj, pas kemi bluze, miell Tirana, naft, pantallona. Atëherë po bëjmë sikur po blejmë veshje. Megjithatë mund të punojmë vetëm me kaq artikuj sa kemi. Bluze, po bëjmë dhe një shtim. 005.
kemi xhupa. Cop, material, sepse skemën e kontabilizimit e kemi pasqelur, vendosim çmimin. Po, sepse e kërkon kjo. E bëjmë 300, po themi kot dhe japim regjistrim. Shkojmë tek inventar artikull, shtim 006, vendosim, po themi pauto. Vendosim një çmim këtu 500, se çmimi dhe ndryshon. Dhe japim regjistrim. Pra, kemi disa artikuj mjaftueshëm që ne të bëjmë regjistrim të mallrave. Dhe pikë së pare do të bëjmë blerje të mallrave me lek. Blerje, fatura, shtim. Edhe njëherë që të bëjmë regjistrimin e faturës së blerjeve, shkojmë tek blerje, fatura dhe japim shtim. Furnitori. Si do ta zgjedhim furnitorin? Gjithmonë duke klikuar 2 herë këtu. Double click me datën e sotshme. Dhe zgjedhim agimin SHPK. Pra me agimin SHPK në lek këtu kemi dhe diçka që kjo numri këtu, numër është numër rëndor që merr fatura, kurse këtu do vendosim numrin e faturës neve. Pra fatura që na ka lëshuar ai. Pra numri rëndor këtu tregon që nëse ne regjistrojmë 5 fatura, sa herë që unë t'i jap shtim, kjo e merr në mënyrë automatike. Kurse numri në krahun tjetër, pra flasim në krahun këtu, do të tregon numrin e faturës që na ka lëshuar ai, sepse numri i faturës që ka lëshuar ai është një tjetër numër faturës, sepse ne jemi një klient X për këtë person. Ai ka shumë klienta. Pra furnitori, i cili furnizon klienta, ka shumë klienta dhe fatura ime mund të ketë numrin 102, bie fjala. Zgjedhim tipin e pagesës. Tek tipi i pagesës kemi cash, proform, provizore, pagesa të vonuara apo të tjera. Zakonisht zgjidhet pagesa në mënyrë cash, por mund të zgjidhim dhe pagesat provizore nuk para përdoren, se në mënyrë provizore, domethënë ti likuidimin do ta bësh. Si me proformat përdoren në pagesat e importit. Pra, që do të thotë, kur një kompani lëshon një faturë importi, pra po bën një faturë për një klient të huaj, apo po blen nga një klient i huaj, likuidon me anë të proformës. Zakonisht kur shitet malli që eksportohet jashtë, fillimisht klienti i çohet një proform, pra një faturë paraprake që sa kushton ky mall, dhe pastaj nëse ai bën dakord e bën derdhjen e parave në mënyrë që të marrë mallin më vonë. Pagesa të vonuara e lë ti që ky do të, pra në momentin që ky të del debitor, ky pagesë e vonuar është që ti do likuidosh me vonesë. Kemi dhe pagesa të tjera që mund të jetë me bank, po themi. Zgjedhim formën më të thjeshtë, pagesa cash. Ktu nuk zgjedhim dogan sepse ti nuk po bën mblerje në dogan. Tek flet-hyrja do të zgjedhim flet-hyrjen ku bëhet hyrje malli, që do të thotë në qoftë se tek Alfa Webi neve kur bënim regjistrimin e blerjes, bënim FB magazin dhe malli hynte direkt në magazin, në këtë rast neve do të bëjmë një herë hyrje në magazin, pastaj do të bëjmë regjistrimin e mallit, që do të thotë shkojmë dhe bëjmë inventar hyrje. Një herë shohim artikujt që kemi. Inventar artikuj. Atëherë unë do të bëj hyrje do të bëj hyrje 100 copë bluze me çmimin 2500 lekë. Dhe shkojmë inventar, flet hyrje, shtim. E bëjmë këtu kemi tek hyrjet, kemi blerje, sistemim, transferim, hyrje prodhimi, njësi vartëse, çdo ganim, çelje magazinet e tjerë. Çfarë do të thotë? Kur unë bëj hyrje me blerje, do të çekoj blerje. Këtu zgjedhim artikujt, gjithmonë me double click. Tu kemi bluze, sasi 100 copë bluze me çmimin 2500 që bëjmë 250.000. Unë çmimin këtu dhe mund ta ndryshoj. E bëj 50, e bëj sa të dua, e bëj 300. Kur e çelim aty, e çelim për efekt, pra
100 copë bluze me çmim shumice 3.000 lekë secila, pra 300 lekë të reja, 3.000 lekë të tjetra secila bëjnë 30.000 lekë. Dhe japim regjistrim. Pa kaluar në LM, çdo veprim duhet të bëhet postim në librin e madh. Pra që unë të regjistroj blerjen e bluzave nga agimi SHPK, fillimisht duhet të bëj hyrjen e bluzave në magazin dhe pastaj të bëj regjistrimin e faturës së blerjes, ndërkohë që tek programi tjetër bëhej në mënyrë automatike, bëhej regjistrim FB magazin dhe e merrte direkt. Nuk isha nevojë që të bëja një herë hyrje në magazin dhe pastaj blerjen. Shkojmë tek blerje, fatura, japim shtim. Ja ku e mori në mënyrë automatike numri 1, faturën thamë çfarë është 102. Megjithatë i plotsoj me radhë. Shkojmë dhe një herë tek blerje, fatura. Pra, kjo është koka e faturës. Ku në momentin që japim shtim bëhet aktive data. Datën po e lë unë datën e sotshme që jemi sot, por mund të jenë dhe data të tjera. Do të zgjedhim furnitorin me double click, agimi SHPK. Po ta shikoni, agimi SHPK e mori direkt NIPT-in këtu. Pra, nëse unë nuk kam zgjedhur akoma asnjë furnitor, okej, kjo ma nxjerr gabim kod furnitori mua, se unë dua ta fshi që t'ju tregoj juve. Ky e mori vetë NIPT-in e këtij furnitori. Monedha në lek, numri faturës 102, pra fatura që kjo fatura 102 është fatura që kemi ne në tavolinë që na ka ardhur nga ai. Tipi pagesës cash dhe shkojmë këtu. Magazina e mallrave. Të japim shtim. Kodi kemi bluze. Sasia 100 copë me çmimin 300 lekë. 30.000 lekë dhe japim regjistrim. Pa kaluar në LM, japim kalim në LM. Bluze, sasia 100 copë me vlerën 300 lekë. Kjo taks, nuk është se ka diçka një taks tjetër këtu, dhe japim regjistrim dhe postim në librin e madh. Në këtë mënyrë kemi bërë regjistrimin e një fature blerje. Pra edhe një herë, shkojmë tek blerje, fatura, shtim, këtu. Çfarë bëjmë këtu? Bëjmë shtimin në mënyrë automatike. Por ka dhe mënyrën tjetër që fillimisht të bënte inventar flet hyrje, pra inventar flet hyrje që janë bërë hyrje 100 copë me vlerën 300 lekë, çmimin 300 lekë për secilin. Çfarë ndodh? Ku ndryshon flet hyrja nga fatura e blerjes, sepse hyrjet në magazin janë me kosto, kurse në blerje merr dhe vlerën e TVSH-s fatura. Pra, me kosto ti ke blerë 30.000 lekë mall bluze, por me faturë blerje ti ke blerë 36.000 lekë, sepse përfshihet dhe vlera e TVSH-s. Vazhdojmë bëjmë dhe një regjistrim tjetër fature. Shkojmë dhe zgjedhim një artikull tjetër, inventar artikull. Miell Tirana. Apo naft, apo po themi pantallona dhe xhupa. Këtu po themi xhupa. Blevëm bluze, po blem dhe xhupa. Blerje, faturë, shtim. E shikoni se e mori në mënyrë automatike numrin 2 këtu. Po nga furnitori agimi, në monedhën lek, me faturën numër 105, po themi, në mënyrën cash, këtu dogan nuk e zgjedhim, sepse nuk është blerje nga një furnitori huaj, shkojmë këtu dhe bëjmë flet hyrje. Pra, deri çfarë neve bërëm hyrje bluze, tani do bëjmë xhupa dhe japim shtim. Me double click gjithmonë zgjedhim xhupat. Sa xhupa kemi bërë hyrje? Kemi bërë, po themi 150 xhupa, me çmimin 350, 52.000
500. Këtu e bëjmë, më falni, blerje dhe japim. Përpara se të japim regjistrim, dua t'ju tregoj që këto fletëhyrje që bëhen në magazin, ja ku jemi pra me hyrje në magazin, vinë nga blerja, vinë nga një sistemim. Çfarë do të thotë sistemim? Ti mund të kesh bërë dalje pa dashje më shumë sasi se ç'duhet dhe duhet ta bësh prap hyrje këtë sasi malli. Atëherë bën fletëhyrje me sistemim. Por për këto raste ne nuk regjistrojmë blerje, sepse mjafton që ne mallin ta bëjmë hyrje. Gjithmonë malli deri në magazin është me kosto. Kur bëhet blerje, bëhet me TVSH. Sikurse dhe shitja. Deri në momentin që ke mallin në magazin e ke me kosto, por kur ta shesësh, pra nëse malli në magazin është me 5 lekë, kur ta shesësh do ta shesësh me 7 lekë, sepse ti do gjenerosh dhe fitimin. Kemi me transferim. Çfarë do të thotë transferim? Transferim marrim rastin e një pike që shet, po themi, supermarket. Marrim rastin e Ekstra Marketi. Ekstra Marketi Selin e ka në Tiranë, qendrën kryesore. Dhe malli që vjen në Durrës nuk shkon dhe të blihet jashtë, pra transferohet nga pika kryesore apo pika qendrore që është e Tiranës. Pra nëse mungojnë, po themi, një sasi e madhe detergjentësh në Ekstra Marketin e Durrësit, ajo do të merret nga Ekstra Marketi i Tiranës, pra nga qendra, ku Ekstra Marketi i Tiranës bën fletëdalje me transferim dhe Ekstra Marketi i Durrësit bën fletëhyrje me transferim. Hyrje prodhimi. Pra, hyrje prodhimi bëhet fjalë për kompanitë e prodhimit që pasi e kanë bërë prodhimin gati, e bëjnë hyrje në magazin që është gati për t'u shitur, gjithmonë me kosto, mos harrojmë. Njësia varce. Çfarë është njësi varce? Njësia varce ka të bëjë me, për shembull, në institucionet buxhetore, ku ato nuk kanë të drejtë blerje të aktiveve afatgjata, dhe në rastin që mua si drejtori vendore më shprishur një kompjuter dhe ma sjell drejtoria qendrore e Tiranës, atëherë unë e bëj këtë me hyrje nga njësia varce. Çdo ganim, kur kemi mallra të blera nga importi, dhe çelje magazine. Çfarë do thotë çelje magazine? Do të thotë që kur ti ke hapur një aktivitet dhe do më thënë e ke hapur nga e para dhe po bën një çelje të bilancit apo një çelje të magazinës, do të thotë që ti këtë kompani e fillon me gjendje magazine, e zëm se e hape sot kompaninë. Ke hapur një dyqan të thjesht që shet sheqer, oriz, makarona. Sa gjendje ke ti në magazin për të shitur? I ke blerë këto dhe nga çelja, pra nga gjendja fillestare, ti ke kaq sasi mall sheqer, oriz, makarona. Por ne jemi në rastin e blerje, sepse po regjistrojmë faturë blerje. Dhe japim regjistrim, gjithmonë postim në librin e madh, mos harroni postim në librin e madh. Shkojmë këtu tek ideja ku na u bë hyrje. Pra pse nuk më dalin dhe artikujt të tjerë mua këtu, sepse unë hyrje deri tani kam bërë bluzë dhe xhupa. Shkojmë tek xhupat. Fletëhyrje të xhupave sa kishim neve? 150 cop me 350 lekë. 150 cop me 350 lekë. 10.000 63.000. Ku çmimi, vlefta patatim, TVSH-ja 63.000. Dhe japim regjistrim. Dokument magazine i duplikuar. Se? Bëjmë tresh. Dokument magazine i duplikuar. Për çfarë arsye? Mos duhet ka këtu? Shkojmë tek inventar, fletëhyrje, shohim sa hyrje kemi bërë. Pra, me 100 kemi bërë bluza, me 200 bluza, me 300 xhupa. Pse nxjerr të duplikuar? Por çfarë bëjmë? Mund t'i bëjmë një modifikim kësaj. Para fletëhyrjes mund t'i bësh modifikim, shtim dhe fshirje. Me modifikim zgjedhim numrin
e bëjmë një numër 5 këto po themi dhe japim regjistrim. Shkojmë tek blerje, fatura. Deri tani kemi bler bluze, bëjmë shtim xhupa. Furnitori Agimi, numri faturës 105, pagesa kesh, flet hyrje, bëjmë shtim këtu. Xhupa 150 copë, vlerën 300. Ne japim regjistrim. Postim në librin e madh. Për momentin nuk e di pse më nxjerr kështu, që të mos humbasim kohë, shkojmë tek blerje fatura dhe shohim faturën që kemi regjistruar me bluze. Çfarë kemi një faturë me bluze? Në mënyrë që unë mos bëj regjistrime të faturave të tjera, bëjmë atë që thash, që faturat janë me furnitor të vendas apo të huaj. Me furnitorin vendas, Agimi SHPK, ne kemi blerë në lek 100 copë bluze me vlerën 36.000 lekë. Unë kësaj fature mund t'i bëj dhe modifikim. Që do të thotë, në momentin që unë shkoj tek modifikimi, kam të drejtë të bëj ndryshime të veprimeve këtu, që mund ta çekoj me faturë dogane, mund të ndryshoj metodën e pagesës, pra nga kesh e bëj me të tjera. Gjithsesi unë do ta lëm me kesh. Përqindje zbritjeve, bëjmë një aplikim të përqindjes së zbritjeve. Pra, kjo fatura ka vlerën 108.000 lekë. Në qoftë se unë i bëj 5% zbritje, 108.000, bëjmë për llogaritjen, 108.000 që shumëson 5%, 5.400 minus 108.000, do të na shkoj fatura 102.600. Bëjmë një provë. Përqindje zbritje me 5. Kjo nuk na mori këtu në këtë rast, sepse demo ka dhe disa kufizime, siç do ta shikojmë tek faturat e importit, që nuk do të harrim ta përfundojmë deri në fund regjistrimin e importit, sepse nëse shkojmë në modulin blerje importe, kjo nuk të krijon hapësirë për të regjistruar. Megjithatë, do t'ja u shpjegoj në një formë tjetër. Këtu, nëse unë, pra modifikimi qëndron, nëse unë dua që të bëj ndryshimin e çmimit nga 300 e bëj çmimin 150 dhe fatura shkon nga 108.000 në 36.000. Pra në momentin që unë jap modifikim, mund të bëj çfarë modifikimi të mundshëm. Me modifikim quajmë dhe shtimin, sepse në këtë faturë, ndoshta kjo fatura nuk ka pas vetëm një artikull, ka pas 2, 3, 10, 100 artikuj. Atëherë ti duke shkuar tek plusi, i jep mundësi që ti bësh shtim. Edhe bën këtu xhupa. E bën xhupa 100 copë me vlerën 50, po themi kot, edhe bën 42.000 lekë. Dhe i jep riregjistrim thotë dokumentit në magazin? Po. Dhe japim poston në librin e madh. Po të shkojmë tek fatura, blerje, fatura. Unë e kam këtë faturë me, pra, deri çfarë kisha vetëm me bluze. Tani e kam dhe me xhupa, sepse i bëra modifikim. Nga ana tjetër, një modifikim tjetër të mundshëm që mund t'i bëj unë faturës është që ta ndryshoj monedhën nga lek ta bëj në euro. Por që ne ta zgjedhim monedhën euro, do të shkojmë këtu. Zgjedhim monedhën euro. Dhe këtu vendosim kursin. Kursi 117.5, po themi. Japim vleftën zgjedhje dhe kjo fatura shkoi 42.000 euro. Po ta shikoni këtu monedhën, shkoi në 42.000 euro. I rikthehemi edhe një herë përsëritjes që faturat e blerjes i kemi në lek dhe në monedhë të huaja. Dhe unë ja u demonstrova. Në lek e kishim shumë të thjeshtë dhe në monedhë të huaj, në atë të modifikimit zgjodha monedhën e huaj. Pra që mos humbim kohë me regjistrime faturash një nga një, mjafton që regjistron një faturë dhe për efekt shpjegimi bëj modifikime mbi këtë faturë. Kemi
në lek dhe në monedhë të huaj. Furnitorin, në këtë rast edhe mund ta ndryshoni furnitorin, furnitori pa rëndësi ka, sepse thjesht emri do të ndryshojë. Kemi blerje brenda vendit dhe jashtë vendit. Sikurse kemi dhe kthimin e blerjes. Përpara se të bëjmë kthimin e blerjes, do të shpjegoj blerjet jashtë vendit që janë importet. Dhe këtu shkojmë. Këtu unë do ta ndryshoj tani, do ta bëj me lek. Për momentin, do ta bëj me lek. Dhe jap regjistrim. Riregjistrim thot po. Pra, kjo dhe postoj në librin e madh. Kjo faturë është tani në lek. Blerje, fatura. Blerje, fatura në lek. Në qoftë se unë do dua t'i bëj kthim faturës, në qoftë se në pikë së pare unë dua t'i bëj faturës që ta bëj pa TVSH, shkojmë këtu tek fatura, shkojmë tek artikulli, e mbyllim edhe një herë, blerje fatura. Shkojmë tek artikulli modifikim dhe jap te ky çekiç që këtu poshtë, neve pra nëse e shikojmë deri tani i ke faturën me TVSH. 6.000 dhe 1.000 lekë respektivisht për secilin artikull. Për bluzën, vlerë e TVSH-s është 6.000, për xhupin është 1.000. Shkojmë dhe bëjmë aplikim të konfigurimit të TVSH-s. Fatura, kontabilitet. Kontabilitet. Artikull. Më përpara në këtu mund të aplikoj përqindjen e zbritjes, sepse në versionin e bërë përpara shumë të demos ka qenë që e aplikoje konfigurimin e TVSH-s kështu në mënyrë automatike. Këtu mund të aplikojmë zbritjen. Në qoftë se do ta bëj zbritje 5%, shohim sa do të na shkojë vlera e faturës. Dhe japim regjistrim. Në qoftë se unë aplikoj përqindjen e zbritjes këtu, pra nuk na mori. Ta bëjmë me modifikim nëse do e marri TVSH-n. Nëse e bëjmë 0 si e merr. $35.000 lekë. Pra, në versionin më përparshëm të demos, aplikimi i konfigurimit të TVSH-s ka qenë këtu tek çekiçi, shkonde që ti e çekoje opsionin që kjo faturë të bëj me TVSH 0. Në këtë rast, në versionin e tanishëm, TVSH-n mund ta zgjedhim që ta bëjmë vetë 0. Unë do të jap regjistrim kësaj sepse kjo faturë do të shkoj t'i bëj edhe një herë modifikim, sepse kjo faturë do të na shërbej për regjistrimin e importit. Shkojmë në euro dhe japim regjistrim. Pra, ju duket sikur bërëm shumë veprime. Veprimi i parë bërëm regjistrimin e faturës në lek me furnitorin Agimi që bëra vetëm regjistrimin e bluzës. Më pas zgjodhëm që ne të blinim dhe xhupa dhe shkuam i bë modifikim faturës, shtuam xhupat. Më pas bërëm ndryshimin e monedhës që nga lek e kthyem në euro. Dhe e fundit bërëm ndryshimin e TVSH-s. Në versionin më përparshëm të demos, ndryshimi apo aplikimi i konfigurimit të TVSH-s ka qenë tek versioni i çekiçit këtu. Dhe bëj konfigurimi të TVSH-s edhe zgjidhje opsionin me TVSH, pa TVSH ose me TVSH 0. Në këtë rast, ndryshimi të TVSH-s, shkojmë tek fatura, tek rreshti dhe bëjmë thjesht e çekojmë TVSH 0. Dhe opsioni i fundit, më saktë versioni tjetër i shpjegimit, apo çfarë lam pa thënë tek blerja është që kemi kthimin e mallit. Gjithashtu dhe kthimi i mallit bëhet dikur në një opsion këtu. Kjo tregon faturën e blerjes, kjo tregon konfigurimin.
postimi në librin e madh. Pra jo çdo faturë këtu është printimi. Jo çdo buton këtu është i detyrueshëm për tu zgjedhur. Në qoftë se unë bëra një faturë blerje çfarë tek Agimi me bluze, të cilën do ta bëj tani në një furnitor tjetër për t'ju shpjeguar juve kthimin e faturës përpara se të kalojmë tek importi. Shkojmë tek blerje, fatura, shtim, zgjedhim një furnitor. Furnitorin që hapën çfarë ne, shumica X. Me këtë furnitorin shumica X, këtu unë kur e kam çelur këtë furnitor nuk ja kam vendosur niptin, do t'ja vendos tani me dorë. Jo 852 478 41 D po themi. Tipi pagesës e bëjmë cash. Këtu magazina e mallrave japim shtim, do bëjmë artikullin palto po themi, nëse ky ka bler 20 copë palto me çmimin 500 lek, 10.000 lek, japim regjistrim, e mbyllim dhe shkojmë tek palto që i bëm hyrje 20 copë me çmimin 500 lek. Vlerëta është po themi 40.000 dhe kjo bën pjesë për pjesëtimin e TVSH-s. Këtu duke qenë se copë. Ja ku e mori dhe TVSH-n me 12.000 lek. Pra, ne kemi blerë 20 copë palto me çmimin 500 lek, vlera patatime është 10.000, shto dhe TVSH-n 22.000 lek, shkoj vlera e faturës 12.000 lek dhe japim regjistrim. Me notave pak në bateri këtë. Nuk e kuptoj pse na nxjerr të kështu. Fature, por ato do ta bëj pasi të kemi regjistruar faturën e importit, që ne të bëjmë një kthim fature, thjesht shkon tek blerje fatura dhe ja jep me minus. Pra, nëse ti ke blerë një xhup me vlerën 200 lek që bën 2000 lek, shkon në rreshtin poshtë dhe bën minus një xhup me vlerën 200 lek dhe në këtë mënyrë bëhet 0, që do të thotë, ai mallin që ti bleve ti po e kthen. Pra atë mall që bëre hyrje do ta bësh dalje duke çekuar sasi minus 1. Fute një sasi mall, do nxjerrësh një sasi mall. Kalojmë tek blerje fatura, tek fatura me Agimi SHPK, që kemi bler bluze dhe xhupa. Po ta shikojmë këtë faturë, nëse i japim modifikim, ne e bëjmë të gatshme këtë faturë që ta bëjmë gati për faturë importi. Zgjedhim doganën, pra deri tani shpjegova regjistrimin në lek, në monedhë të huaj, në hyrje në magazin që i bëj mallit. Dhe tani do të shpjegojmë pjesën e doganës. Ajo që duhet t'ju them te dogana nëse e keni kujtuar nga hera e kaluar. Hapi i parë bëjmë blerjen e mallit me TVSH 0, pra hyrjen e mallit me TVSH 0. Më pas, kur ishim tek Alfa Webi, shkonim dhe bënim regjistrimin e taksave shtesë, pra të kostove shtesë, ku këtu përfshihet siguracion, kosto transporti, dhe hapi i tretë bënim regjistrimin e taksës doganore dhe të TVSH-s. Versioni demo nuk na e lejon që ne ta përfundojmë këtë deri në fund, sepse po e mbyll faturën, që ne të bëjmë një regjistrim importi, shkojmë tek blerje, fatura, blerje, importe. Pra, duhet të kishte këtu dhe opsionin importe, gjë që nuk e ofron. Pra, blerje, fatura, kjo të lejon që ti të bësh vetëm blerjen e faturës në formën me monedhë të huaj dhe pa TVSH, dhe më pas të bësh regjistrimin e kostos shtesë, që është kosto transportit. Ndërkohë që duhet ishte edhe opsioni për të bërë regjistrimin e importit. Pra, siç e kompletuam blerjen e importit tek Alfa Webi që e bëm të kompletuar, pra në një faturë tek regjistrimi e importe neve bërëm dhe
thërritëm faturën me TVSH0, thërritëm bërëm regjistrimin e kostos shtesë që ishte kostos shtesë që kishte të bënte me siguracionin apo me transportin, dhe tek rreshti i tretë zgjodhëm regjistrimin e taksës doganore dhe të TVSH-s. Në fund i dham rivlerësim dhe në këtë mënyrë ishte e gatshme fatura, pra na u tregua se sa vlen kjo faturë bashkë me regjistrimin e faturës fillestare, me regjistrimin e kostove shtesë si dhe me taksën doganore. Por në Financa 5 është pak e kufizuar. Po të shkosh tu tek çelje fatura importe, fillimisht shkojmë tek blerje fatura. Tek blerje dhe tek fatura na jepet opsioni i faturës, i japi modifikim. Atëherë, këtë faturë e kemi të gatshme për regjistrimin e në monedhën e euros, pra ja ku e kemi, në me kursin e kemi lënë, po themi 140. Ajo çfarë bëjmë neve është që duke ditur që një faturë importi ka thjesht furnitorin e huaj, unë po e lë pra pagimi këtë, se s'ka rëndësi shumë emri, bëjmë regjistrimin e monedhës, regjistrimin e faturës në monedhë të huaj, zgjedhim opsionin dogana, bëjmë flet hyrje në magazin, pra faturën e kemi të gatshme, thjesht do të vendosim TVSH-n 0. Ta shikojmë, TVSH-n e kemi pas vendosur 0 nga më përpara, dhe kjo faturë është një faturë e gatshme. Këtu mund të bëjmë dhe një shënim, blerje nga importi. Dhe këtu bëjmë një shënim, pra që kjo faturë është blerje nga importi. Dhe japim regjistrim. E kalojmë në librin e madh. Por çfarë ndodh? Që kjo faturë ka dhe kosto transporti. Dhe shkojmë tek blerje, duke qenë se malli që hyn në magazin është me kosto, regjistrojmë dhe koston e transportit. Pra, transporti më saktë është pjesë e kostos. Shkojmë tek blerje, modifikim, shkojmë këtu tek FX-i, tek flet hyrja dhe tek FX-i këtu poshtë. Tek FX-i këtu poshtë thotë që ti do të japësh një vlerë shtesë, po, dhe unë vendos vlerën shtesë për këtë faturë, po themi 100 lekë është transporti, po themi një vlerë, dhe japim rivlerësim të dokumentit sipas vlerave shtesë. Dhe ja ku u bërë rivlerësimi i dokumentit, japim postim dhe kosto ndryshoi nga ajo çka ishte më përpara. E mbyllim faturën. Pra blerje, fatura, regjistrimi i faturës së importit me TVSH0 duke çekuar dogan, dhe regjistrimi i kostos shtesë që shkojmë tek flet hyrje, tek FX-i këtu, dhe vendosim koston shtesë. Koston shtesë në këtë rast e vendosa unë për pjesën e transportit, por mund të ketë dhe kosto të tjera shtesë sipas rastit që ju keni. Tjetër, çfarë kemi? Kemi dhe taksën doganore dhe TVSH-n. Pra, një faturë importi ka regjistrimin e faturës në vlerë 0, kemi koston shtesë që është transporti apo çfarë do lloj kosto tjetër shtesë, kemi dhe taksën doganore dhe TVSH-n. Ku bëhet çelja e taksave? Keni ndonjë gjë të paqartë deri tani për këto çfarë shpjeguam deri tani tek blerja, apo doni një përmbledhje për blerjen? Okej. Tani do të shikojmë çeljen e taksave. Që ju kur ta keni versionin tamam të punuarit, do të shkoni tek plotësimi i tyre. Shkojmë tek çelje, tatim. Përpara se të shkojmë kjo tek çelje, domethënë taksat bëhen tek çelje tatim, por përpara se të shkojmë tek kjo, shkojmë tek libri i madh dhe plani kontabël. Dhe bëjmë çelje, çfarë duhet ju them, që taksa doganore në ndryshim nga TVSH-ja
taksa doganore është shpenzim, kurse TVSH-ja bën përjashtim sepse nuk është një shpenzim, pra TVSH-ja nuk është shpenzim, ndërsa taksa doganore që ti paguan për kalimin e këtij malli është një shpenzim që ti bën. Do të bëjmë çeljen tani të taksës doganore. Shkojmë në tek plani kontabël, libri i madh, plan kontabël. Shkojmë tu tek taksat, llogaritë të tretëve, shteti dhe llogaritë të lidhura. Atëherë, tatimet dhe taksat të ndalura, veprimtaritë të veçanta me shtetin, tatimin mbi fitimin. Ja ku e kemi TVSH-n, ja ku e kemi tatime dhe taksa të tjera, detyrime të tjera. Atëherë, te detyrime dhe taksa të tjera, apo taksa detyrime të tjera, do të çelim taksën doganore. Do të shkojmë tek 44, 7, ose mësa 427 tatime dhe taksa të tjera. Shkojmë tu, te 24, 701, i japim taksë doganore. Pra, ne në këtë rast po çelim taksën doganore, sepse nuk është e çelur në mënyrë specifike. Tu e lëm pa klasifikim, analizë, titull, regjistrim. Po të shkojmë tek libri i madh, plan kontabël, 427 njëshi. Ja ku e kemi taksë doganore. Pra, taksa doganore është që thjesht është çelur si taksë, pra që është një detyrim që ne likuidojmë. Po ne që të bëjmë të likuidimin e këtij detyrimi, pra deri në këto momente taksa doganore është një detyrim. Po që ne të bëjmë likuidimin e këtij detyrimi, neve do të çelim dhe shpenzimet për taksën doganore. Atëherë shkojmë te klasa 6 dhe gjejmë shpenzime për taksën doganore. Dhe gjejmë ku është atëherë taksa, tatime, taksa, derdhje të ngjashme, shpenzime për personelin, shpenzime të tjera, shpenzime financiare, tatime dhe taksa. Tatim mbi qarkullimin dhe aksizën, tatim taksa lidhur me personelin, të tjera tatime dhe taksa. Atëherë të tjera tatime dhe taksa të shkojmë tek 638. 63 shtim, 638 01, shpenzime për taksa doganore. Shpenzime. Shpenzim, pa klasifikim, titull, regjistrim. Po të shkojmë dhe njërë tek plani kontabël, pra të rikthehemi kësaj që po bëjmë tani, që mos të ndiheni kështu si në ajër. Bërëm regjistrimin e flaturës me monedhë të huaj, me furnitor të huaj, me TVSH 0, hapi parë. Dhe hapi dyti ishte që tek flet hyrja tek FX-i vendosëm shpenzimet shtesë, pra që ishte shpenzime transporti, po themi, që vurëm thjesht për efekt shpjegimi ato 100 lekshin. Hapi i tretë është regjistrimi i taksës doganore dhe i TVSH-s. Nëse ju rikujtohet nga Alfa Webi që bëheshin të gjitha në një vend. Por duke qenë se këtu çdo gjë është e nevojshme për tu çelur, pra çdo lloj takse, shpenzimi, klienti, furnitori, ne tani po bëjmë çeljen e taksës doganore dhe të TVSH-s. Dhe taksa doganore ka llogarin 6 shpenzime për taksa doganore dhe llogarin 4 detyrim për taksa doganore, që do thotë që ti e likuidove këtë detyrim. Dhe tek libri i madh plan kontabël shkojmë dhe shohim tani që shpenzime për taksa doganore në llogarin 63 801 është shpenzime për taksa doganore, që ndryshe i thuhet TD-ja, dhe tek 44 7 44
01 është taksa doganore, pra likuidimi I taksës doganore. Ndërsa TVSH-ja, siç e tham, nuk është shpenzim, shkojmë tek dhe nuk kemi si çelim llogari shpenzimi për TVSH-n, shkojmë tek 44.51 që është TVSH në blerje dhe 44.52 që është TVSH në shitje. Duke qenë se versioni demo nuk na lejon që neve në një faqe të bëjmë regjistrimin dhe të faturës dhe të kostos shtesë, kurse dhe të taksës doganore dhe të TVSH-s, gjithsesi në programin që ju do të punoni, do ta keni të mundur regjistrimin e këtyre. Ku hapi parë do të regjistroni faturën, në flethyre në FX do të bëni regjistrimin e kostos shtesë dhe më pas do të bëni po në këtë faqe regjistrimin e taksës doganore, që çfarë do lloj shifre që të jetë, si dhe të TVSH-s. Dhe në këtë mënyrë ka marrë fund regjistrimi I. Më falni një sekondë sa të vendos në bateri laptopin se mos liket. Kalojmë tek regjistrimi I blerjes së një shërbimi, që për të cilën ju thash, ne nuk bëjmë vetëm blerje të mallrave, po bëjmë dhe blerje të shërbimeve. Dhe me këtë ne mbyllim dhe regjistrimin e blerjeve. Shkojmë në librin e madh, plan kontabël. Në qoftë se unë po nga ky agimi do të bëj një faturë transporti, po themi, apo po themi do bëj blerje të energjisë elektrike. Shkojmë tek libri I madh, plan kontabël, rënja, klasa 6. Dhe shohim ku janë shpenzimet për blerjen e mallrave dhe të shërbimeve nga të tretët. Shkojmë tek 61-shi, 650 mirëmbajtje dhe riparime. Marrim rastin, nëse ti do të bësh një riparim të automjetit të punës që ti punon, do të shkojmë tek 61-shi dhe do të çelim një llogari. Pra, 61-shi, shtim 615.01 është shpenzime riparime automjeti. Pra 615.01. Në qoftë se unë do të shkoj dhe do të bëj një regjistrim shërbimi, blerje, fatura, shtim, tek furnitori, agimi SHPK, me numër fature 52. Këtu nuk zgjedhim magazin, sepse shërbimi nuk ka magazin. Shkojmë tek shtypim këtu 615.02. Ose kërkojmë këtu 615.01, më fal. Më thënë duket 615.01 bëra. Ja, ku doli 615.01, një sasi, çmim, vleft, japim vleftën në fund, që ky riparim I këtij automjeti ka kushtuar 6.000 lekë, po themi. Që dhe çmimi, okay. Zakonisht në programet e tjera vendos dhe vleftën në fund dhe ta bën vetë përpjestimin. Pra çmimi I këtij riparimit bëri 6.000 lekë, do vendos tamam, siç e thash parë, dhe bashkë me TVSH-n shpenzimi për riparimin e automjetit shkoi 7.200. I japim regjistrim dhe kalojmë në librin e madh. Keni ndonjë gjë të paqartë për pjesën e blerjeve, sepse do të kaloj tek shitja, të çelja e klientit dhe tek shitja. Në mënyrë të përmbledhur blerjet, pam blerjen me lek, blerjen me euro, blerjen mall, blerjen shërbim. Kthimin e mallit, po të shkojmë tek fatura,
këtu që kishim më përpara të agimi SHPK dhe po t'i jap modifikim, thjesht këtyre do t'i vendos nga një minus 100 edhe këtu. Dhe vlera që ti harxove çfarë për të bërë që ishte 42.000 euro shkoi në minus 42. Pra plus 42.000 minus 42.000 shkoi në 0. Rivlerësim. Gjithmonë regjistrimi i faturës kur bën kthim malli, jo që s'para ndodh tek blerja, por që ta keni për veten tuaj, kur bën kthim malli, thjesht do të bësh faturën me minus. Përpara se të kaloj te shitjet, ka ndonjë gjë të paqartë tek blerjet, dua një konfirmim sepse kemi dhe gjysore për të vazhduar që ta mbyllim. Okej, kalojmë tek pjesa e shitjeve. Shitjet janë njësoj si blerjet, vetëm se do të bësh klientin dhe furnitorin. Më falni, do të bëni regjistrimin e do të bëni regjistrimin e klientit. Shkojmë tek libri i madh, plan kontabël. Këtu kemi 41-shin, pra nëse furnitori ishte te 401-shi, klienti është te 411-ta. Shkojmë te 41-shi, shtim. 411-001. Kemi blerta, po themi. Zakonisht klienti furnitorin dy janë me emër mbi emër, por megjithatë thjesht për efekt shpjegimi po i bëj kështu shkurt. Shkojmë tek klient, analizë, titull. Analizë, titull, regjistrim. Shkojmë tek shitje, klient, shtim, emërtimi, blerta. Kodi BL. Zakonisht vendosim shkronjën e parë të emrit dhe shkronjën e parë të mbiemrit tek pjesa e kodit. Tu vendosim adresën, Durrës. Njiptje gjitha fushat e tjera, shkojmë këtu, blerta, gjithmonë me double click dhe japim regjistrim. Shkojmë tek shitjet, shitje, fatura dhe bëjmë shtim. Tek klienti blerta, ti do të bësh një faturë. Këtu, nëse tek blerjet numrin rendor këtu e kishim ndryshe nga numri i faturës, këtu janë po njësoj, sepse ti je ai që shet dhe në mënyrë rendore, ti për shembull gjatë ditës ke bërë shitje 10 fatura. Dhe do ta vendosësh numrin 1. 1 është fatura në mënyrë rendore tek Financa 5, 1 është dhe fatura që ke bërë tek që ke shkruar, pra që ke plotësuar në sistem. Tipi pagesës është cash. Fletdalje, zgjedhim fletdaljen këtu. Bluze, kemi nishin bluze. Atëherë, pikë së parë zgjedhim fletdaljen, magazina e madhrave. Dhe këtu tek treshi
Te këto kjo me 3 pika, po mbyll edhe një herë dhe po e tregoj. Kemi bluza. Do shesim nga 100 bluze do shesim 5 bluze. Sasia minus 100 sepse unë bëra modifikimet të faturën që t'ju tregoja juve si bëj kthimi. Atëherë shkojmë tek blerja fatura dhe i bëj modifikim. Unë do ta vë prap 100 këto sepse më duhet fatura për shpjegimin e shitjeve. Okej, po lo gjupa 100 copë të po e fshi. €22.000 japim regjistrim. Shkojmë tek shitja fatura, japim shtim te klienti Blerta, cash, me fledalje në magazin, zgjedhim bluzet. Më fal një 2 minuta. Pa kemi bërë shitje një bluze, apo po themi 10, me vlerën 300 lek, 3.420 lek shitje, regjistrim. Llogari zbritje, nuk kemi zgjedhur llogari zbritje këtu, po nëse pra aplikojmë një përqindje 5% zbritje, monedha, zgjedhim lekun. E heqim përqindjen e zbritjes tu, 3.600, japim regjistrim. Dhe në këtë mënyrë kemi bërë shitje një faturë, shitje, fatura. Pra kemi bërë shitje 10 bluza. Edhe sikurse te blerja dhe te shitja modifikimin mund ta bëjmë nga lek ta kalojmë në euro, kur bëjmë eksport ta kalojmë në dogan, edhe modulet e eksportit janë të kufizuara këtu, kështu që kur të punoni me programin tamam, domethënë që i ka gjitha opsionet si po themi, ka gjitha hapësirat për regjistrimin e importit dhe të eksportit, aty do ta keni më të thjeshtë. Në rastin që unë kësaj fature dua t'i bëj kthim, veprojnë po më të njëjtën mënyrë siç veprua me blerjen, dhe në qoftë se më përpara bëra llogari blerje riparim mjete transportit te 615.01, po të njëjtën llogari mund ta bëj shitje. Pra siç bërëm shitje malli, bëjmë dhe shitje shërbimi. Shkojmë tek shitje, fatura, shtim, tek klienti Blerta, po ta shikoni ndryshin, këtu nuk e ndryshoj sepse jam në mënyrë rendore. Në monedhën lek, bëj këtu që nuk e cekoj fletdaljen, sepse shërbimet nuk kanë magazin. Shkoj tek llogaria 615.01 dhe kam bërë shitje.
Shpenzime riparimi dhe transporti me vlerë, po themi 500 lek. Dhe ja për regjistrim faturës. Çfarë bëjmë tani, duke qenë se unë në fillim të seancës thash që tek Arka dhe ke banka do të bëjmë regjistrimin e Arkës dhe të bankës në momentin që do të bëjmë çeljet e klientëve dhe të furnitorëve, shkojmë tek Arka, dokumenta, shtim, mandat arktim. Mandat arktim, shumën e bëj, po themi 500 lek, Arka në lek, është debituar Arka në lek dhe është kredituar Blerta për vlerën 500 lek. Po ta shikon, këtu veprimi, u bë 500 me 500, i hapim regjistrim dhe në këtë mënyrë e kalojmë tek libri i madh. Dhe në këtë mënyrë është bërë regjistrimi i Arkës. Po të shkojmë tek tu ditarit tek Arka, ne shikojmë që është bërë një mandat arktim, debi, kredi, është bërë një mandat arktim nga Blerta me vlerën 500 lek. Në qoftë se do të duan të bëjmë mandat pagesë, shkojmë tek Arka, dokumenta, shtim, mandat pagesë për furnitorin Agimi me vlerën 85.000 dhe Arka në lek është kredituar për vlerën 85.000 dhe është debituar Agimi për vlerën 85.000. 85.000 me 85.000 mbyllen dy veprimet dhe japim regjistrim. Pra, këto dy veprime që ne nuk i kishim të mundura në fillim të seancës për arsye se na duhet çelja e klientit dhe furnitorit, i pat tani të përmbushura. Nga dita e sotshme keni ndonjë gjë të paqartë, lutem, më thoni? Ndërkohë më duhen 5 minuta pushim dhe pas 5 minutash, nëse keni diçka të paqartë, më thoni, sepse sot është dhe seanca përmbyllëse e kësaj. Financës 5.
Atëherë bëjmë një përmbyllje në fund të seancës. Nuk e di nëse jeni në linjë apo jo. Në lidhje me ato çfarë trajtuam sot. Këto janë 4 modulet që ju do të përdorni në përditshmërinë tuaj: arka, banka, blerje, shitje. Gjithmonë e fillojmë nga blerjet, domethënë bëjmë hyrjen e mallit në magazin dhe bëjmë regjistrimin e blerjeve duke qenë se i përsërita monedhat, mall apo shërbim i keni të qarta, besoj. Nëse keni diçka të paqartë, ju lutem më thoni. Kemi dhe shitjen, që bëjmë regjistrimin e shitjeve, qoftë në artikuj, qoftë në monedhë. Kemi dhe arkën dhe bankën, që e pam shumë mirë se si bëheshin veprimet. Tek arka dhe banka, që të shohim llogarinë, atë llogarinë e xhirimit, 581-shi, xhirime të brendshme. Llogaria 581, xhirimi i brendshëm. Këtu nuk kemi nevojë ta çelim, domethënë nëse do bëjmë xhirim të brendshëm në lek, atëherë pa çelim. 581.01 xhirim në lek. Mund tek arka, analizë, titull, regjistrim. Çfarë bëjmë? Unë mora lek nga arka dhe do t'i çoj në bank. Atëherë shkojmë tek arka, dokumenta, shtim. Arka në lek, mandat pagesë, sepse unë po heq lek në arka, mandat pagesë, shuma. Po e them thjesht për efekt shpjegimi 100 lek. Ti heq lekët në arka, pra direkt arka është kredituar për 100 lek. Me llogaritë xhirimit të brendshëm dhe u bë regjistrimi. Këto 100 lekë që more, thjesht shpjegoj për efekt shpjegimi, shkojmë dhe i bëjmë derdhje në bank. Atëherë bëjmë atë veprimin: banka, dokumenta, shtim, dhe shkojmë tu tek DB, derdhje në bank, ose arkëtim në bank. Nga tu e shënojmë nga xhirimet të brendshme. Pra, banka BKT. Më fal, tu atë 100 lekë që morëm nga arka dhe do të çojmë tek banka, u debitua banka, pra i shparu ku paksu arka, u kreditua arka, tani shtohet banka, debitohet banka. Me llogari xhirimi 581.01, gjithmonë hecim me tab, edhe u mbyll veprimi. Pra, është shumë i thjeshtë. Në qoftë se juve pronari gjatë një dite pune do t'ju thotë që mi merr të lekët nga arka, mi ço te banka, apo mi merr nga banka, mi ço te arka, tu nuk prekim llogaritë klient furnitor, tu thjesht prekim llogaritë xhirim të brendshëm, pra xhiron leku në mënyrë të brendshme. Më thënë, është vetë llogaria e pronarit që nga arka i çon tek banka, nga banka te arka, bën sipas situatës, por regjistrimin në sistem ti do ta bësh me anë të llogarisë së xhirimit. Nëse keni ndonjë gjë të paqartë, më thoni, ju lutem, për 10 minutat e fundit, sepse financa 5 këto ka si veprimtari kryesore. Gjithmonë mos harroni që çdo lloj çelje, arka, banka, klienti, furnitori, magazina, do bëhet një herë, më fal, përveç pjesës magazina, se magazina bëhet ke skema e LMS, por klienti, furnitori, arka, banka bëhen një herë në librin e madh dhe pastaj në modulet e secilit. Pra, çelje arke në librin e madh, arka në modulin arka. Çelje banke në librin e madh, çelje banka në modulin banka. Çelje klienti në librin e madh, çelje klienti në shitje. Çelje furnitori në librin e madh dhe çelje furnitori në blerje. Kemi edhe çeljen e tatimit dhe taksa që bëhen në planin kontabël. Dhe këto janë. Kemi inventarin, mos harroni që të bëhet hyrje malli bëhet nga blerja, nga transferimi, nga sistemime, nga çekja, siç e pam.
Kështu që në përditshmërinë tuaj, këto janë, ndërsa pjesën e raporteve për të mos ju marrë juve një seancë trajnimi më shumë, raportet janë thjesht subjektive, që ju i zgjidhni të çekoni raportin që doni juve, pa qenë e nevojshme. Nuk do të thënë nuk kanë diçka të prerë specifike për raportet. Raportet përdoren në pavarësi të asaj që ju doni të shikoni. Duke qenë se nuk po shoh që të keni ndonjë paqartësi, jeni okay me programin, lutem më shkruani, më thoni diçka, sepse nuk e di se ta marr heshtjen për po ose për jo, në mënyrë që ta mbyll apo të vazhdoj me shpjegimin e diçka të paqartë. Dhe jo që dua t'ju jap në anën ime, po themi për kënaqësinë e trajnimit, sepse bashkë bërëm dy trajnime, duke qenë se financa 5 ka pak specifika. Unë do të dëshiroja në mënyrë kështu, si thua, miqësore apo si ta them, t'ju dërgoj juve në adresat tuaja të emailit disa video trajnimi që t'i keni dhe juve, sepse ndryshe është kur dëgjohen me zë dhe ndryshe kur shikohen, pra disa video trajnime që do t'ju nis juve në email. Kështu që t'i keni për veten tuaj, megjithatë për çdo lloj paqartësie që keni kur të punoni mund të më shkruani. Dhe më shkruani të lutem adresat e emailit tek ky grup, që unë t'ja nis ato video të trajnimit që ju t'i keni për veten tuaj, në çdo lloj rasti, nëse doni të shihni diçka, e keni dhe më të thjeshtë. Jemi okay me pjesën e këtyre videove, pak janë video të shkurtra trajnimi që do t'ja nis me email. Dhe kur të më nisni email-et këtu, që të thoni që ja o kemi nisur të gjithë, pra nuk ka një person që se ka email-in, ja o nis nga kompjuteri im personal, sepse i kam video trajnuese, që i kam marrë nga diku tjetër, pa të rëndësi ka, po që ju ndihmojnë juve. Asgjë, ishte kënaqësi për mua dhe mbetemi në kontakt për çdo lloj gjëje që të keni. Ju uroj gjithë të mirat, faleminderit.